الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Të vëllezër musliman, në herën e kaluar kemi filluar me tauhidin uluhia, I cili është edhe tema e librit tonë. Në këtë bisedë bi'idhnillahi tebaraka ve teala do të flasim rreth disa çështjeve të cilat kanë të bëjnë me ibadetin, me adhurimin, sepse tauhidul uluhia është njësimi I Allahut të lartësuar në ibadet. Me kushtuar ibadetin vetëm Allahut të lartësuar. Kjo është dhe domethënia e fjalës la ilaha illallah, nuk ka të adhuruar tjetër përveç Allahut të lartësuar. Prandaj ne do të cekim disa çështje të cilat kanë bënë me adhurimin. Kanë thënë dietarët se ibadetet e gjymtyrëve nuk pranohen me qoftë se nuk ekzistojnë punët e zemrës, me qoftë se nuk ndihmohen nga punët e zemrës, si dashuria, nënshtrimi, mbështetja, frika, mbrojtja, shpresa, e të tjera për punëve të zemrës, sinqeriteti, e të tjera për punëve të zemrës. Pra, punët e gjymtyrëve janë rrjedhoja asaj që gjendet në zemër. Janë rrjedhoja asaj që gjendet në zemër. Burojnë nga punët e zemrës. Baza është në zemër. Prandaj, në qoftë se baza nuk është rregullt, si rezultat, si rrjedhoja dhe punët e gjymtyrëve nuk do të jenë të pranuara tek Allahu subhanahu wa ta'ala. Ala wa inna fil jasadi la mudgha, idha saluhat saluha al jasadu kulluh wa idha fasadat fasada al jasadu kulluh ala wa hiya al qalb. Andaj ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam në hadith, vërtet në trup gjendet një copë mishi, e cila në qoftë do të jetë rregullt, I gjithë trupi do të jetë rregullt, edhe në qoftë se nuk do të jetë rregullt, atëherë I gjithë trupi nuk do të jetë rregullt. Pra në qoftë se zemra e robit është e sinqert, është e kthjellë, ka dashuri për Allahun e lartësuar, ka frikë nga Allahu I lartësuar, ka shpresë në takimin me Allahun e lartësuar, në mëshirën e Allahut të lartësuar, atëherë si rrjedhojë si rezultat, edhe punët e gjymtyrëve do të jenë të rregullta. Edhe në qoftë se zemra nuk është e prishur, është e rregullt, nuk është e sinqert, nuk është e rregullt në punët e zemrës, atëherë edhe punët e gjymtyrëve nuk do të jenë të rregullta edhe nuk do të jenë të pranuara tek Allahu subhanahu wa ta'ala. Prandaj Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah ka dhënë një shembull në lidhje me zemrën dhe punët e gjymtyrëve. Ai ka thënë se gjymtyrët, për sa I përket zemrës, janë si ushtarët e bindshëm ndaj një mbreti. Pra e konsideron zemrën sikur është mbreti, gjymtyrët sikur janë ushtarët. Edhe këto ushtarët I binden mbretit plotësisht. Pasi dhe gjymtyrët I binden krejtësisht, tërësisht dhe plotësisht zemrës. Çfarë rekomandon zemra në ato që të udhëheq zemra gjymtyrët, ato do ta veprojnë. Prandaj zemra është kryesorja. Kështu që duhet që të japë rëndësi punëve të zemrës sepse ato janë baza. Realiteti I ibadetit adhurimit është, sikur që ka thënë dietarët, ghayatu dhulli ma ghayati al-hubb. Është realiteti I adhurimit, ibadetit ndaj Allahut të lartësuar është kulmi I dashurisë ndaj Allahut të lartësuar me kulmin e nënshtrimit. Kjo është esenca e ibadetit. Në pas dashuri ndaj Allahut të lartësuar, më shumë se çdo gjë tjetër, me I dhënë përparësi Allahut të lartësuar para çdo gjë tjetër, dhe me I nënshtruar Allahut të lartësuar plotësisht, me I përul Allahut të lartësuar plotësisht. Ky është realiteti I ibadetit. Prandaj ibadeti nuk plotësohet, nuk është rregullt vetë duke e kryer atë Allahut të lartësuar me dashuri, me frikë nga ndëshkimi I Allahut të lartësuar, nga zjarri I Allahut të lartësuar dhe me shpresë për në mëshirën në xhenetin e Allahut subhanahu wa ta'ala. Andaj ka thënë dietarët e ummetit se kush e adhuron Allahun të lartësuar vetëm me dashuri, ai është zindiq, është hipokrit, gënjeshtar. Dhe kush e adhuron Allahun të lartësuar vetëm me shpresë, ai është murxhi. Është për atyre të cilëve thonë ne mendon se nuk bën dëm punët e tia mëkatet në besim, ose punët e mia nuk e shtojnë besimin. Pra I vonon punët nga besimi. Dhe kush e adhuron Allahun e lartësuar vetëm me frikë, ai është hururi, është për xhawarizve, është për atyre të cilëve e kanë tepruar në çështjen e kërcënimit dhe të ndëshkimit.
duke besuar se Allahu i lartësuar atë që punon një mëkat, ai që punon një mëkat të madh, do kufër deri në Islami. Edhe ai që punon një mëkat të madh e nuk pendohet prej tij, ai është i përhershëm në zjarrin e xhenemit. Kurse ai i cili adhuron Allahun e lartësuar me dashuri ndaj tij, ai që kryen ibadetin me dashuri ndaj Allahut të lartësuar, me shpresë në mirësinë në xhenetin e Allahut të lartësuar, në kënaqësinë e Allahut të lartësuar, edhe me frikë nga ndëshkimi i Allahut të lartësuar, ai është njësues, adhurues, besimtar. Kurse të tjerët janë gabimtar, janë të devijuar, sikur sa e theksuam. Sjellëm më gjë për sa i përket këtyre pikave që i tham. Për sa i përket dashurisë, fakti është që ai që pretendon se adhuron Allahun e lartësuar vetëm me dashuri ndaj tij, duke mos pat frikë, duke mos jo me frikë me shpresë, pra jo me frikë në zjarre dhe jo me shpresë në xhenet, por vetëm me dashuri, ai është gënjeshtar. Pra pretendon diçka që nuk është reale, është gënjeshtar. E me ka shumë njerëz që thonë se ne duam Allahun e lartësuar, por në realitet ata nuk e duan Allahun e lartësuar, vetëm pretendojnë. Prandaj vërejën shumë për tyre nuk i përmban sunetit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Veprojnë mëkate, veprojnë krime, veprojnë vepra të ndryshme. Pse sikur ta donin Allahun e lartësuar, do të veprojnë atë që e don Allahu i lartësuar. Prandaj ato në fjalë theksojnë ose thonë se e duam Allahun e lartësuar dhe ne po nuk përmendim se adhurojmë Allahun e lartësuar me frikë nga ndëshkimi i tij dhe me shpresë për në xhenetin e tij. Këto lloj njerëzish veprojnë krime, veprojnë harame, gjunafe dhe argumentohen me dëshirën e tërësishme të Allahut subhanahu wa taala që nuk përjashtohet nga ajo asgjë. Në sikur se mushrikët të cilët thanë سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. Ata të cilët bën shirk, pa mushrikët do të thonë, sikur të dëshironte Allahu i lartësuar, ne nuk do të bënim shirk as ne dhe as të parë tanë, as prindit tanë, dhe as nuk do të kishim bërë haram dhe gjë. Pra mushrikët në këtë ajet ka treguar Allahu i lartësuar, kanë marrë si argument dëshirën e Allahut të lartësuar për të justifikuar veprimin e tyre, për të justifikuar shirkun. Padyshim që Allahu i lartësuar përgjithëtroi dhe u tha atyre: كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. Kështu përgjithëstojnë dhe ata të cilët ishin para tyre derisa e përjetuan ndëshkimin ton. Thua, keni ju ndija argument për këtë të në nxirrni të shfaqni, e ju nuk ndiqni gjë tjetër vetë hamendjet, dhe ju nuk bëni gjë tjetër vetë vijeni. Ta mushrikët nuk ndiqin fakte dhe argumente në fjalën e tyre se ne po veprojmë sipas dëshirës së Allahut të lartësuar dhe se Allahu ka dëshiruar për ne shirkun, prandaj ne po veprojmë kështu. Ata të cilët thonë që ne e duam Allahun e lartësuar, e adhurojmë Allahun e lartësuar me dashuri ndaj tij, dhe veprojnë haramet e mëkatet në ndjekin sunetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, edhe pasi pyeten pse i veproni haramet dhe gjunafet, thonë që kështu ka dëshiruar Allahu për ne, edhe ne kështu po veprojmë, ata veprojnë dhe thonë fjalët e mushrikëve. Edhe përgjigja ndaj tyre është përgjigja që ka dhënë Allahu i lartësuar për mushrikët në Kur'an. Gjithashtu Allahu i lartësuar ka thënë në surën Zukhruf: "Law sha'a ar-Rahmanu ma 'abadnahum." Ata mushrikët kanë thënë, sikur dëshironte mëshiruesi Allahu i lartësuar, ne nuk do t'ju adhuronim idhujt, putnat. Këtë argument që e sjellën këto njerëzish para tyre ka sjell shejtani, i mallkuari, të cilin Allahu i lartësuar largoi nga mëshira e tij. Ka thënë Allahu në Kur'an në surën Al-A'raf: "Qala fabima aghwaytani la aq'udanna lahum sirataka al-mustaqim." Ai tha, për shkak se ti mua më humbe nga rruga e drejtë, unë do të ulem aty në rrugën do të ulem në rrugën e drejtë. Pra për shkak se ti më humbe mua, unë do të ulem aty në rrugën e tyre të drejtë. Pra do të ulem, do t'i pengoj ata, do të vi djathtas dhe majtas, sikur se është përmendur në ajetin që vjen, në mënyrë që ata mos të falenderojnë ty. Ta ka marrë si argument shejtani në këtë ajet faktin që Allahu i lartësuar ka humbur ata. Është argumentuar në kaderin e Allahut të lartësuar. Prandaj ata të cilët marrin si argument dëshirën e Allahut të lartësuar në veprimin e mëkateve janë gënjeshtarë, ndjekin hamendjet dhe iluzionet e mendimit të tyre. Nuk kanë fakte, argumente e prova për këtë që e thonë apo e veprojnë. Ai i cili pretendon dashurinë e Allahut të lartësuar duhet që ta vërtetojnë apo me fakte dhe me argumente. E vërtetimi i saj është që njeriu të veprojnë atë që don Allahu i lartësuar edhe të largohet nga ajo që e don Allahu i lartësuar.
por si njihen ato që i donë Allahu i lartësuar? Ato njihen duke i marrë vetëm nga shariati. Nga ajo që ka ardhur te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Aty e njeh se e don Allahu i lartësuar apo jo. Aty, në fjalë, duke studiuar shariatin, duke marrë çdo një për shariatin që erdhi te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ti i njeh gjëra që i don Allahu i lartësuar dhe i vepron. I njeh gjithashtu gjëra që i urren Allahu i lartësuar dhe largohesh prej tyre. Prandaj ka thënë Al-Hasan rahimahullah: ادعى قوم محبة الله عز وجل فابتلاهم الله بهذه الآية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. Disa njerëz pretenduan se e donin Allahun e lartësuar. Prandaj Allahu i lartësuar i sprovoi me këtë ajet. I provoi me këtë ajet. Thuaj, në qoftë se ju e doni Allahun, atëherë më ndiqni mua në mënyrë që t'u doni Allahun e lartësuar dhe t'u falni mëkatet juve. Ka disa njerëz pretenduan sikur se shumica e njerëzve në kohën tonë se e duam Allahun e lartësuar. Dhe Allahu i sprovoi me një ajet, duke kërkuar për atyre që të ndjekin sunetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ajo është argumenti i dashurisë ndaj Allahut të lartësuar. Nëse e ndjek sunetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, kjo do të thotë që e don Allahun e lartësuar. Dhe nëse se nuk e ndjek sunetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, kjo do të thotë që nuk e don Allahun e lartësuar. Prandaj ka shtuar Al-Hasan rahimahullah dhe ka thënë: فمن ادعى المحبة ولم يكن متبعا للرسول فهو كاذب. Kush pretendon dashurinë ndaj Allahut të lartësuar dhe nuk e ndjek Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ai është gënjeshtar. Ai është gënjeshtar. Nuk është i qiltër dhe i sinqert në fjalën që e thotë se dua Allahun e lartësuar. Se sikur ta donte Allahun e lartësuar, do të ndiqte sunetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu ka thënë Imam Shafi'i rahimahullah: إذا رأيتم الرجل يمشي في الماء أو يطير في الهواء فلا تصدقوه حتى تعلموا متابعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. Në qoftë se vëreni një person duke ecur mbi ujë apo duke fluturuar në ajër, mos i besoni atij derisa të vëreni se ai ndjek sunetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam apo jo. Edhe kjo është pika e cila me anë të cilës ne dallojmë se kush janë evliat e Allahut të lartësuar dhe Allahu ka dhënë gjendje të jashtëzakonshme të cilat quhen keramete, dhe kush janë mashtrues, gënjeshtar, fallxor apo magjistar, të cilët mund të kenë disa gjendje të jashtëzakonshme, të cilat i arrin me anë të shejtanëve, xhinëve apo forma të tjera. Kjo është pika që bën dallimin. E paraqesim gjendjen e tij sunetit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Në qoftë se ndjek sunetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe është larguar nga bidatet, ajo gjendje e zakonshme që ka është keramet nga Allahu i lartësuar për ta, mirësi dhe dhurat nga Allahu i lartësuar për ta. E në qoftë se nuk është i kapur për sunetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, por se vepron gjunahe, mëkate, harame, bidate, atëherë ky person atë gjendje të jashtëzakonshme që e ka është një lloj ndëshkimi nga Allahu i lartësuar për ta, është një lloj tërheqje për në ndëshkim dhe është mashtrime të shejtanit që ai i vepron. Në anë të ndihmës që e kërkon të shejtanëve. Po ashtu dhe çështja e shpresës. Ai i cili e tepron në shpresim, duke shpresuar mëshirën e Allahut, hajse po i vepron mëkatet, po i lë, në fjalë, nuk po i bëj obligimet, farzet, se mëshira e Allahut është e madhe dhe Allahu i lartësuar do të më falë mua. Pra e tepron në shpresimin e mëshirës së Allahut të lartësuar, ky person do të sigurojë ndëshkimin e Allahut të lartësuar ndaj tij. Ky është i dështuar. Allahu i lartësuar ka thënë në Kur'an: "Fala ya'manu makra Allahi illa al-qawm al-khasirun." Nuk e sigurojnë ndëshkimin e Allahut të lartësuar vetëm njerëzit e humbur, njerëzit e dështuar. Besimtarët nuk e sigurojnë ndëshkimin e Allahut të lartësuar. Friksohen nga ndëshkimi i Allahut të lartësuar. Madje besimtarët edhe pasi veprojnë ibadetet, namazin, zakatin, agjërimin, haxhin dhe të tjera për ibadeteve, friksohen se Allahu i lartësuar nuk do t'i pranojë për tyre. Sikur ka thënë Allahu i lartësuar në Kur'an: "Wallazina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un." Edhe ata të cilët e japin atë që e japin, apo e punojnë atë që e punojnë, dhe zemrat e tyre janë të ndrojtura, janë të friksuara se ata tek Zoti i tyre do të kthehen. Pa janë të friksuar, ato të pranojnë këtë punë për tyre tek Allahu i lartësuar, apo nuk do të pranohen. Prandaj ka thënë Aisha radhiyallahu anha, ka thënë Profeti sallallahu alaihi wasallam: "O dërguar Allahu, ta jam ato njerëz të cilët veprojnë punë mëkate të mëdha, vjedhin, kryen immoralitet, e të tjerë mëkate të mëdha." Ka thënë Laja bint as-Siddiq: "Jo, o bia e të sinqertit e Abu Bekrit, por ata janë ato të cilët falen, agjërojnë,
punojnë punë të mira, edhe friksohen se nuk do të pranohen për tyre. Kjo është gjendja e besimtarëve. Pra ata nuk e sigurojnë dëshkimin e Allahut të rrethuar ndaj tyre. Gjithashtu edhe çështja e frikës. Ai i cili e tepron në frikë, kë bën, pra e tepron duke në frikën që ka nga Allahu i lartësuar, kjo do të bëjë që të mendojnë keq për Zotin e tij. Të mendojnë keq për Zotin e tij. Të humbi shpresën nga mëshira e Zotit të tij. Edhe mëkatet që ju kujtohen, mendon se nuk do t'ia falë Allahu i lartësuar, se do të ndëshkohet në zjarrin e xhenemit, se nuk do t'i pranohet pendimi, se nuk ka vend për to në mëshirën e Allahut të lartësuar e gjëra të tilla. Edhe ky person, edhe ky lloj teprimi është një lloj mohimi patjetër. Prandaj Allahu i lartësuar ka thënë në Kur'an: "Innahu la yay'asu min rauhillahi illa al-qaumul kafirun." Vërtet nuk e humb shpresën nga mëshira e Allahut të lartësuar vetëse njerëzit mohues. Gjithashtu Allahu i lartësuar ka thënë në Kur'an: "Wa man yaqnatu min rahmati rabbih illa ad-dallun." Dhe kush e humb shpresën nga mëshira e Zotit të tij vetëse njerëzit e humbur. Atëherë vëllezër, sigurimi i ndëshkimit të Allahut të lartësuar është humbja. Humbja e shpresës nga mëshira e Allahut të lartësuar është kufër, është mohim, është dështim. Dhe adhurimi i Allahut të lartësuar me dashuri, me frikë edhe me shpresë, me dashuri ndaj tij, me frikë nga ndëshkimi i Allahut të lartësuar, me shpresë në mëshirën e Allahut të lartësuar, me shpresë në xhenetin e Allahut të lartësuar, është tauhid, është besim. E ky është tauhidi dhe ky është besimi. Prandaj ka thënë dietarët se besimtari ngaherë anon nga shpresa dhe gati sa nuk fluturon nga mallëngjimi që ka për takimin me Allahun e lartësuar. Edhe nganjëherë anon nga frika dhe gati sa nuk shkrihet nga frika që ka nga Allahu i lartësuar. Kjo është gjendja e besimtarëve. Sikur se ka thënë Allahu i lartësuar në Kur'an: "Amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'ima yahdharu al-akhirata wa yarju rahmata rabbih qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab." Është një lloj ai i cili është nënshtruar ndaj Allahut të lartësuar. Adhuron atë ditën edhe natën. Në sejdë dhe qëndron në falje në këmbë Allahut të lartësuar. I friksohet ndëshkimit e Allahut të lartësuar në ahiret. Dhe shpeson mëshirën e Allahut të lartësuar me atë i cili nuk beson dhe mohon. Pra nuk është i barabartë ai i cili është i nënshtruar ndaj Allahut të lartësuar, i friksohet ndëshkimit të Allahut të lartësuar dhe shpeson xhenetin e Allahut të lartësuar me atë që nuk beson, nuk është i nënshtruar, nuk friksohet dhe nuk e shpeson xhenetin e Allahut subhanahu wa ta'ala. Gjithashtu Allahu i lartësuar ka thënë në Kur'an: "Ulaika alladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihim alwasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adhabah inna 'adhaba rabbika kana mahdhura." Këta janë ata të cilët i lutën Allahut të lartësuar. Pra si Uzejri, Isa ibn Maryam, me lajket që mushrikët u lutën edhe drejtohen atyre dhe kërkojnë tyre, këto vetë i drejtohen Allahut të lartësuar, i lutën Allahut të lartësuar, shpresojnë mëshirën e Allahut të lartësuar dhe i friksohen dëshkimit të Allahut të lartësuar. I lutën Allahut të lartësuar dhe kërkojnë mënyrat për të afruar sa më afër tek Allahu subhanahu wa ta'ala. E ka përmendur Allahu i lartësuar për njerëzit e tij më të afër, si për shembull për Isa alayhis salam, për Uzejrin, për melajket, se ato e kanë frikë ndëshkimin e Allahut të lartësuar dhe shpresojnë xhenetin e Allahut të lartësuar, shpresojnë mëshirën e Allahut të lartësuar. Gjithashtu Allahu i lartësuar ka thënë në Kur'an për profetët: "Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in." Vërtet ata garonin për veprimin e punëve të mira. Edhe na luteshin neve me frikë, me ndrojtje dhe me shpresë. Me ndrojtje edhe me shpresë. Me frikë në ndëshkimin e Allahut të lartësuar edhe me shpresë në mëshirën e Allahut të lartësuar, në xhenetin e Allahut të lartësuar. Edhe ata ishin të nështruar ndaj nesh.
Pa kjo ishte gjendja e profetëve. Ata adhuronin në Allahun e Lartësuar me dashuri ndaj tij, me frikë nga ndëshkimi i Allahut të Lartësuar dhe me shpresë në mëshirën e Allahut të Lartësuar. I tillë duhet që të jetë besimtari. Prandaj dietarët kanë thënë se shpresa dhe frika për besimtarin janë si dy karrat e një shpendi. Në qoftë se njëra mungon, shpendi atëherë bie. E në qoftë se që të dy i ka, atëherë në fjalë e ruan ekuilibrin e tij edhe shkon. Besimtari duhet vërejë gjendjen e tij. Në qoftë se vëren se ka vepruar shumë mëkate, atëherë ka vepruar shumë mëkate dhe nuk është penduar tek Allahu i Lartësuar, atëherë duhet që të shtojnë frikën nga Allahu i Lartësuar në zemrën e tij, në mënyrë që të largohet nga mëkatet, të kujtojë ndëshkimin e Allahut të Lartësuar, të friksohet nga Allahu i Lartësuar. Dhe në qoftë se është penduar, është duke përmbajtur rrugës së drejtë, atëherë ose është në momentet e vdekjes për shembull, atëherë të shtojnë shpresën në mëshirën e Allahut të Lartësuar, në xhenetin e Allahut të Lartësuar. Kjo është për sa i përket këtyre tre pikave: dashurisë, frikës dhe shpresës që besimtari duhet të ketë, duhet të përmbahet në ibadetin ndaj Allahut subhanahu wa taala. Çështja tjetër që do ta cekim në këtë bisedë është në lidhje me kushtet e pranimit të ibadetit tek Allahu subhanahu wa taala. Ibadeti ka tri baza, tri kushte për të pranuar tek Allahu i Lartësuar. Është sinqeriteti, është çiltërsia dhe është ndjekja e sunetit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Fillimisht të fillojmë pas parë sinqeriteti. Sinqeriteti është kryerja e adhurimit të ibadetit sinqerisht për Allahun e Lartësuar dhe për ditën e gjykimit. Jo për këtë dy, jo për të madhruar dhe për të lavdruar njerëzit. Allahu i Lartësuar ka thënë në Kur'an: "Men kana yuridu al-'ajilata 'ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid." Kush kërkon kënaqësitë e përshpejtuar të kësaj dynjaje, kalimtare të kësaj dynjaje, ne do t'i shpejtojmë, do t'i japim prej kënaqësive të kësaj dynjaje aq sa dëshirojmë, atij që dëshirojmë. ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. Pastaj ne për të përgatisim xhehenemin, në të cilin do të futet i nënçmuar dhe i larguar nga mëshira e Allahut subhanahu wa taala. Wa man kana yuridu al-akhirah wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'min. Dhe kush me punën e tij ka për qëllim ahiretin, ka për qëllim ahiretin, angazhohet dhe mundohet plotësisht për të arritur një gjë të tillë, duke qenë besimtar, fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Vërtet, falënderimi, vërtet puna e këtyre ka qenë është e mirënjohur tek Allahu i Lartësuar, është e pranuar tek Allahu subhanahu wa taala, është e lavdruar tek Allahu subhanahu wa taala. Gjithashtu Allahu i Lartësuar ka thënë në Kur'an: "Men kana yuridu harfa al-akhirati nazid lahu fi harfihi, wa man kana yuridu harfa ad-dunya nu'tihi minha, wa ma lahu fi al-akhirati min nasib." Kush dëshiron këtë dynjë me punën e tij, kush ka për qëllim këtë dynjë, fitimin e kësaj dynjaje, kënaqësitë e kësaj dynjaje, ne do të japim atij besaj. Edhe kush ka për qëllim me punën e tij ahiretin, shpërblimin tek Allahu i Lartësuar në ahiret, ne do të japim atij atë. Dhe më thënë Allahu i Lartësuar i jep atë që dëshiron. Men kan yuridu harfa al-akhirati nazid lahu fi harfihi. Ka thënë Allahu i Lartësuar kush dëshiron shpërblimin e ahiret, Allahu i Lartësuar i jashton shpërblimin atij. Edhe kush dëshiron me punën e tij këtë dynjë, Allahu i Lartësuar do të japë atij që kërkon. Gjithashtu Allahu i Lartësuar ka thënë në Kur'an: "Men kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Kush dëshiron me punën e tij jetën e kësaj dynjaje dhe kënaqësitë e historisë të kësaj dynjaje, ne do t'i japim atij për kësaj dynjaje. Edhe as pak nuk do të paksohet atyre ajo që ka caktuar Allahu i Lartësuar për ta në këtë dynjë. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar. Këta janë ata të cilët në ahiret nuk kanë vend tjetër veç zjarrin. وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. Gjithë ajo që e kanë punuar do të zgjidhsohet. Edhe gjithë ajo që e kanë punuar, që e kanë vepruar, është e pavlerë tek Allahu subhanahu wa taala, e pa pranuar tek Allahu subhanahu wa taala. Pra ai i cili synon me punën e tij këtë dynjë të lavdërohet nga njerëzit, ka për qëllim vetëm këtë dynjë, nuk ka për qëllim Allahun e Lartësuar dhe ahiretin, puna e tij është azhësuar, vendi i tij është i zjarri dhe ai nuk merr as pak shpërblim tek Allahu subhanahu wa taala. Prandaj profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë hadithin që ka transmetuar Buhari dhe Muslimi
në dy sahihat e tyre nga Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, innama al-a'malu bin-niyat wa innama likulli imrin ma nawa. Vërtet të gjithë punët janë sipas niyeteve, sipas qëllimit që ka njeriu. Dhe çdo njeri ka për të gjetur, ka për të marrë për kurosëbi atë që ka pak niyet me to. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Kush e bën njetin e tij, njetin në hijretin, shpërnguljen e tij nga vendi i qafirëve për vendin e muslimanëve, për hir të Allahut dhe për të dërguarin e tij, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Hijreti i tij është tek Allahu dhe i dërguari i tij. Edhe kush e bën hijretin për të dyja apo për të arritur për të martuar me ndonjë grua, hijreti i tij është për atë qëllim që ai e ka patur. Gjithashtu ka transmetuar Buhari në Sahihun e tij nga Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu se një burrë ka pyetur profetin sallallahu alaihi wasallam dhe ka thënë: "O i dërguari i Allahut, الرجل يقاتل شجاعة والرجل يقاتل حمية والرجل يقاتل رياء فأي ذلك في سبيل الله?" O i dërguari i Allahut, njëri lufton për të thënë për të që ajo është trim, që është guximtar. Një trim tjetër për të shfaqur, për të dukur, ose lufton për fanatizëm, për mbrojtjen e fizikut të tij. Edhe një tjetër lufton për sefajsi, për të dukur, për të lavdëruar, për të madhëruar nga njerëzit. Kush prej tyre është në rrugt të Allahut të Rasulullah? Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Man qatala li takuna kalimatu Allahi hiya al-ulya fa huwa fi sabilillah." Kush lufton që fjala e Allahut të Rasulullah të jetë më e larta, ai është në rrugt të Allahut të Rasulullah. Pra, ai i cili e bën jihadin për hir të Allahut të Rasulullah, për të ngritur fjalën e Allahut të Rasulullah, ai është në rrugt të Allahut të Rasulullah. Kurse të tjerët nuk janë në rrugt të Allahut subhanahu wa taala. Realiteti është që hadithet të cilat flasin për sinqeritetin janë të shumta. Edhe nuk premton koha që ne t'i përmendim të gjitha, por mjafton të argumenti që i përmendëm për të theksuar se sinqeriteti është për kushteve të pranimit të punës tek Allahu i Lartësuar, edhe se pa sinqeritet puna nuk pranohet tek Allahu subhanahu wa taala. Por kalojmë te kushti i dytë. Kushti i dytë i pranimit të punës është çiltërsia. Pra, ky është për kushteve të veprimit të punës. Çiltërsia që njeriu të jetë i vendosur në punimin e një pune. Kuptimi i çiltërsisë të i vendosmërisë është që njeriu të angazhohet plotësisht, edhe të japi mundin e tij për veprimin e punëve të mira, për të zbatuar ato që ka urdhëruar për të Allahu i Lartësuar, edhe për të ndaluar nga ato që i ka ndaluar Allahu i Lartësuar. Pastërsinë ta lën anash, demelizmin ta lën anash, të përmbahet rrugës së drejtë që erdhi me tonë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ta frenojnë veten e tij nga epshat dhe nga tekat e nefseve të tij me frenin e devotshmërisë. Kjo është realiteti i çiltërsisë, i vendosmërisë, e sidq. Allahu i Lartësuar ka thënë në Kur'an: "Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin." O ju të cilët keni besuar, friksohuni Allahut dhe bëhuni prej të çiltërve. Bëhuni prej të çiltërve. Gjithashtu Allahu i Lartësuar ka thënë në Kur'an, duke i lavdëruar besimtarët e parë, të cilët i dhanë besën Allahut të Lartësuar dhe e vërtetuan në mënyrë të vendosur atë që i dhanë për të besën Allahut të Lartësuar. E plotësuan atë dhe nuk e thyen premtimin që Allahu subhanahu wa taala. Ka thënë Allahu në Kur'an: "Min al-mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alayh." Ka prej besimtarëve burra të cilët e mbajtën premtimin besën që ia dhanë Allahu të Lartësuar. Fa minhum man qada nahbah wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila. Ka për tyre të cilët u vranë në rrugë të Allahut të Lartësuar, dhe ka të tjerë të cilët presin duke i përmbajtur ata që kanë dhënë besën Allahut të Lartësuar dhe as pak nuk kanë ndryshuar. Pra besimtarët e parë, shokët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, luftuan në rrugë të Allahut të Lartësuar për përhapjen e fesë së Allahut të Lartësuar. Për tyre pati që u vranë në rrugë të Allahut të Lartësuar, dhe për tyre pati që nuk ishin vrarë, por vazhdonin të përmbajnë rrugës së drejtë, të luftonin në rrugë të Allahut të Lartësuar, të përhapin fenë islame dhe as pak nuk ndryshuan dhe nuk e thyen besën që ia dhanë Allahu të Lartësuar. Pra ky është realiteti i çiltërsisë, të cilën e vërejmë në mënyrë të qartë tek shokët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Allahu i Lartësuar ka thënë në Kur'an gjithashtu në fillim të surës Al-Ankabut: "Alif Lam Mim أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون."
Alif Lam Mim, a menduan njerëzit se ne do t'i lëmë që të thonë besuam dhe mos i provojmë, mos i provojmë. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. Ne I kemi sprovuar ata të cilët ishin pa atyre. Allahu në qëtë do t'i dalloj ata të cilët فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. Allahu në qëtë do t'i dalloj ata të cilët janë të qiltë të sinqert besnik dhe ata të cilët janë kundërshtar. Pra me sprova do të dallohen besimtarët që I përmbahen rrugës Allahut rrezuar, që janë të qiltur, që janë të vendosur, që nuk thehen, nuk e thyen premtimin e Allahut rrezuar, I zbatojnë urdhrat e Allahut rrezuar dhe janë të vendosur në atë që veprojnë, dhe ata të cilët janë të lukunur, të cilët me disa sprova dalin nga rruga edhe përfundojnë Allahu rrezuar në rrugën në gjendje të tillë. Ande ka ardhur në Sahihun e Muslimit nga Abi Huraira radhiyallahu anhu se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. Besimtari fort është më I mirë dhe më I dashur tek Allahu I lartësuar se sa besimtari I dobët. Tek të gjithë ka mirësi. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wala ta'jaz. Interesohu për atë që të bën dobi ty. Kërkoj ndihmën Allahut të lartësuar dhe mos u bëj I paaft. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wala ta'jaz. Kërkoj ndihmën Allahut të lartësuar dhe mos u bëj I paaft. Pra, në këtë hadith vërejmë nxitje për të punuar shkaqet, për mos të qenë I paaft, për të qenë I vendosur edhe për të mbështetur Allahut të lartësuar. Ihris ala ma yanfa'uk. Pra, interesohu, aktivizohu për atë që të bën dobi ty. Aktivizohu në kryerjen e ibadeteve. Mos u bëni paaft. Kulor fazore, jo këtë ka dëshiruar Allahu rrezuar për mua, jo s'ka mundësi, jo kështu, jo ashtu. Bëhu I vendosur dhe vepro. Bëhu aktiv. Mos u bëni paaft. Edhe pasi të kesh vepruar, kërkoj ndihmën Allahut të rrezuar, mbështetu Allahu subhanahu wa taala. Kjo është feja. Të punosh shkaqet dhe ti mbështetesh Allahu subhanahu wa taala. وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا ولكن قل قدر الله ما شاء فعل فإن لو تفتح باب الشيطان. Dhe në qoftë se të godet diçka, të bie diçka me fatkeqësi në gjë, mos thuaj sikur të kisha bërë kështu do të bëhej kështu. Nëse dëshpërimi, hidhërimi, mos kënaqem atë që ka caktuar Allahu dhe për të. Por thuaj, taktimi I Allahut, atë që ka dëshiruar e ka vepruar për mua. Taktimi I Allahut, atë që ka dëshiruar e ka vepruar për mua. Sepse vërtet fjala leu sikur e hap rrugën e shejtanit. Kur thuhet në shenjë për dëshpërim, hidhërim, dhe mos kënaqem me atë që ka caktuar Allahu dhe për ne. Pra në këtë hadith profeti sallallahu alaihi wasallam na ka nxitur që të jemi të vendosur, të jemi të qiltër dhe të punojmë, të aktivizohemi e mos të jemi naiv, mos të jemi mas pasivitetit, por që të jemi aktiv, të jemi të gjallëruar edhe të punojmë në mënyrë që të kryejmë haramet. Sa ai I cili nuk është I qiltër, e mashtron shejtani, e mundi nepset e tij, edhe vepron haramet e mëkatet. Ka shumë njerëz që veprojnë mëkat, dëshirojnë që të largohen prej tij, por se u mungon vendosmëria. Ajo që e quajmë sidq, në thënë qiltërsia, vendosmëria për të lënë atë haram. Ka shumë njerëz që kupton se është duke mashtruar shejtani, është duke ndjekur efshet, mirë I mungon vendosmëria që bën fjalë për ta, e cila ekzistonte tek shokët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, edhe me të cilën duhet të pajiset çdo besimtar. Pra, në qoftë se do të gjendet tek besimtari niyeti I sinqert dhe vendosmëria e pakthyeshme, atëherë patjetër që puna do të ndodhë të tërësisë në Allahu te barekuta. Në qoftë se do të kesh niyetin e sinqert për hir të Allahut të rrezuar, edhe vendosmërinë e pakthyeshme, atëherë do të bëhet puna. Kjo është forma. Në qoftë se dëshiron të bësh mëkat, apo të veprosh një ibadet, përpiqu që të arrish këto dy gjëra në veten tënde. Niyetin e sinqert, qëllimin e sinqert për hir të Allahut të rrezuar dhe vendosmërinë e pakthyeshme. Këto dyja të bën që të veprosh ibadetin. Edhe të kalojmë te kursi I tretë, që është ndjekja e sunetit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Mos të lodhemi në veprimin atyre punëve të cilat nuk janë sipas sunetit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, sepse ato janë të papranueshme tek Allahu subhanahu wa taala.
Ndërsa njeri e ka sinqeritetin dhe vendosmërinë për të vepruar punën dhe e bën atë, por ajo nuk është në përputhshmëri me sunetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, prandaj nuk pranohet tek Allahu subhanahu wa taala. Sepse profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë në hadithin që ka transmetuar Aisha radhiyallahu anha, man ahdatha fi amrina ma laysa minhu fa huwa radd. Kush shpik në çështën tonë, në fen tonë, atë që nuk është për saj, ajo është refuzuar. Pra kush punon një punë e cila nuk është në përputhshmëri me shariatin, me sunetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ajo është refuzuar, është pa pranueshme tek Allahu i Lartësuar. Ka ardhur transmetim tek Muslimi, man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd. Kush punon një punë e cila nuk është sipas çështjes tonë, pra fesë tonë, sunetit e shariatit tonë, ajo është refuzuar e papranueshme tek Allahu subhanahu wa taala. Pa këto janë argumente dhe shumë argumente të tjera të cilat tregojnë se sinqeriteti, se ndjekja e sunetit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam është kusht për pranimin e punës tek Allahu subhanahu wa taala. Atëherë, në qoftë se mungon njëra nga këto kushte, puna ose nuk mund të bëhet fare, ose nuk është e pranueshme tek Allahu i Lartësuar. Në qoftë se njëri nuk ka vendosmërinë, atëherë le të ketë dëshirë për të punuar, le të ketë sinqeritet ai. Ai do të ketë thjesht në fjalë mendime, iluzione, shpresa, por fjalë nuk di diçka në shesh, nuk di, në fjalë nuk përfiton për ti. Sepse nuk ka vendosmëri. Çdo person që mendon se unë do bëj kështu, do kërkoj dijen, do mësoj Kur'anin, do bëj dave, vetëm fjalë dëgohet për ti, vendosmëri. Ai nuk ka. Dhe kjo është një lloj, mund të them një lloj hamendje, një lloj laicitje, nuk ka rezultat për ti, nuk ka sukses për ti personi i cili vetëm fjalë edhe nuk punon. Punë në pas dore. Nuk është i vendosur, pa nuk ka çeltësi. Edhe ai i cili e ka çeltësin, por nuk është i sinqert, ai ose vepron shirk të madh, ose shirk të vogël. Shirku mas është kur punën, në fjalë, kur qëllimi për punimin e punës ka qenë diçka tjetër, jo Allahu subhanahu wa taala. Domethënë, këtë si punë nevojë diçka tjetër, nuk është Allahu i Rasuar. Ai për shembull, për shembull, e jep sa ka vetëm që ta shikojë njerëz, nuk ka aspak qëllim tek Allahu i Lartësuar. Ose për shembull, e fal namazin vetëm që ta shikojë njerëz dhe mos dëshkohet me sultani. Sa nuk ka aspak besim zemre dhe nuk ka pas sinqeritet për Allahun e Lartësuar. Kjo është shirku mas, kjo është nifak, hipokrizi, të nxjerrë Islam pa diskutim. Dhe në qoftë se çfarësia bie në hijeshimin dhe zbukurimin e punës, për shembull, e bën për hir të Allahut por se shoqëron edhe punën e njerëzve, ose e bën për hir të Allahut të Lartësuar, mirë për gjatë punimit të saj, duke vërtetë se shikon njerëz, hijeshon pak punën, e zgjat namazin, ose disa ibadete me fjalë i kryen duke vërejtë se po shikon njerëz që i hijeshon, i zbukuron, i zgjat. Në këtë formë, ky person bën shirk vogël, edhe varet nga grata çdo njeri, se të gjithë nuk kanë një gratë vetëm për sa i përket punimit të shirkut vogël, pra si faqësisë. Pra puna në qoftë se do të ekzistojnë, por se nuk është sinqert, prap nuk është e pranuar tek Allahu subhanahu wa taala. Gjithashtu në qoftë se ekziston vendosmëria dhe njeti i sinqert dhe puna bëhet, por se nuk është në përputhshmëri me sunetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ajo nuk pranohet tek Allahu subhanahu wa taala. Prandaj është pretur Al-Fudail ibn Iyad rahimahullah në komentin e fjalës së Allahut të Lartësuar: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Ai i cili ka krijuar jetën dhe vdekjen në mënyrë që të sprovojë juve se kush për jush do të punoj punë më të mira. Është për se kush janë ata që punojnë punë më të mira, për çfarë punësh bëhet fjalë në këtu? Bëhet fjalë në këtë jetë, ka thënë aswabahu wa akhlasa. Ai i cili ka më të sakta edhe më të sinqerta. Është pretur, i kam thënë, për çdo të thotë me saktë me sinqert. E saktë dhe sinqert do të thotë, ka thënë, inna al-amala idha kana khalisan wa lam yakun sawaban, yani mutabiqan li sunnati an-nabi sallallahu alaihi wasallam, lam yuqbal. Wa idha kana sawaban wa lam yakun khalisan, lam yuqbal. Fa inma yuqbalu idha kana khalisan sawaba. Ka thënë, puna në qoftë se është sinqert, po nuk është në përputhshmëri me sunetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ai nuk pranohet tek Allahu i Lartësuar.
dhe në qoftë se është në përputhshmëri me sunetin, sipas sunetit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, por nuk është sinqert për hir Allahut të Resulluar, gjithashtu nuk pranohet tek Allahu. Puna pranohet vetëm në qoftë se është sipas sunetit dhe është sinqerisht për hir Allahut të Resulluar. Dhe thënë Allahu në Kur'an: "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada." Kush e shpreson takimin me Zotin e tij, dhe të punoj punë të mira, domethënë nuk është falyamal 'amalan salihan, la të punoj punë të mira, domethënë në përputhshmëri me sunetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Dhe në adhurimin e Zotit të tij dhe në ibadet mos i bëjnë shok Allahut të Resulluar asgjë. Si bëhet qartë për sinqeritetin. Mos më bëj syfasi shirk Allahut të Resulluar në ibadet. Këto pa janë bazat, janë kushtet e ibadetit. Duhet që çdo besimtar të ketë parasysh në mënyrë që ibadeti të jetë i pranuar tek Allahu subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin.